Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës ka sjellë një seri të re botimesh për fëmijë me titullin Tregime nga Kurani, e cila përbëhet nga 10 vëllime dhe që sjell njohuri bazike për fëmijët mbi Islamin. Këto botime të autorit Faisal Spahiu synojnë të ofrojnë njohuri themelore mbi Islamin për fëmijët, duke shpjeguar bazat e besimit dhe imanit përmes tregimeve të shkurtra dhe të kuptueshme. Nëpërmjet rrëfimeve për pejgamberet si Ademi, Nuhi, Isai, Musai dhe Muhamedi a.s., ky botim ndihmon fëmijët të kuptojnë konceptet themelore të besimit islam, si njohurinë e Zotit, besimin në librat e shenjtë dhe në pejgamber. Gjithashtu përmes tregimeve si ajo e Kabilit dhe Habilit, shpjegohet besimi në caktimin hyjnor të Krijuesit. Vëllimi 10 i serisë fokusohet në shpjegimin e riteve fetare, përfshirë agjerimin, zekatin dhe rëndësitë të veçantë i kushton namazit. Këtë seri të botimeve të dedikuar për moshën 5 dhe 10 vjeçare e gjeni në librarinë Dituria Islame. Këto botime janë pjesë e përpjekjeve të Bashkisë Islame të Kosovës për të edukuar brezin e ri me vlerat dhe mësimet islame.